Fondi Monetar Ndërkombëtar vlerëson se ekonomia botërore ndodhet në një pikë these, ku presionet tregtare janë përshkallëzuar duke nxitur pasigurinë e tregut dhe stabilitetin financiar. Në Washington u zhvilluan takimet e nivelit të lartë mes FMN-s, Bankës Botërore dhe delegacioneve nga vendet anëtare, ku Shqipëria u përfaqësua nga guvernatori Kenti Seiko. Niveli pasigurive nisur nga tensionet tregtare, gjithashtu dhe nga luftrat që ndodhin në mbar botën është rritur dhe në këtë aspekt Fondi Monetar Ndërkombëtar ka vlerësuar se rritmet e rritjes ekonomike në nivel global mund nga ndalsohen, por ato do të vazhdojnë. Përballë kësaj panorame, Shqipëria këtë vit edhe sipas institucioneve ndërkombëtare do të rritet në intervalin 3.5 deri në 4%. Veçanërisht për Shqipërinë, Fondi Monetar dhe Banka Botërore gjykon që Shqipëria është në një trajektore pozitive zhvillimi. Ekonomia jonë do të rritet në nivelin 3.5-4% në afatin e mesëm dhe të shkurtër. Inflacioni do të mbetet nën kontroll dhe sipas parashikimit të Bankës së Shqipërisë, objektivi 3% i inflacionit do të arrihet në vitin 2026. Sipas guvernatorit, Shqipëria është vlerësuar në këto takime edhe për digitalizimin e shërbimit të pagesave, ndërsa njoftoi edhe për një projekt të ri që do të gjejë zbatim. Duke punuar me Bankën e Italisë për të implementuar një sistem pagesash të shpejta që quhet TIPS kloni sistemi TIPS, i cili do të jetë i disponueshëm për ekonominë shqiptare dhe qytetarët shqiptar në mesin e vitit 2026. Takimet e pranverës në Washington janë mbledhje ku marrin pjesë ministrat e financave të vendeve anëtar, guvernatorë të bankave qendrore dhe drejtues të lartë të institucioneve financiare ndërkombëtare.